Me shkencë, I kom hiqë sa I kronikën e përstuhi, e kom da vetë vëllime, jo mundu me dhoni kahje një drejtim të ri pozitivizmit historik në hulumtimin e çështjeve metodologjike, po jo mu marrë vetëm me jetën e njerëzve se ta biografi është ajo, po mu marrë me aksionet e tyre, me veprimet e tyre, edhe besoj si mas këtij shembullit të kësaj të parës, edhe ja kam arritur. Tu, për zgjedhjen e kam bërë ashtu që shka dash Zoti, dhe me thanë, sa ja ka caktu Zoti ymrin, andaj ato do t'i keni në përduar, a këtë pjesën, për shembull, janar, unë vetëm një model për ja unë, po, për qysh duket kronika në përstuhi. 1 janar 1921, në fshatin Fushlum, ish grabanist të Klinës, u lind në madhja ushtrisë shqiptare të Kosovës, Azë Zek Brahimaj, e martuar në Shqiponjë, ishte avdhanistë të Dushkajës të Gjakovës, gjyshe 6 generalëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në shtabin e përgjithshëm dhe në zonën operative të rafshit të Tukaqinit të Pashtrikut, Ramushit, Luanit, Shkelzenit, Enverit, por edhe Lajijës dhe Nazmijës. Azë Brahimaj u vrau masakru gjatë luftimeve në Shqiponjë në 3 gusht 1998. Ndodhë që ndonjë studenti duhet dita e vrasjes së Azës, që e gjenë, zdi ma thjesht ma, edhe në mënyrë ma të orientues. Kështu I keni për të gjithë ngjarjet, për të gjithë të shmurët. Pastaj, përveç Masarit që e kreva, I falenderoj edhe këta të tjerë, pasandej